Ky është një investim i cili ndikon drejt për së drejti në pjesën jetësore, në rritjen e cilësisë së jetës së banorëve të kësaj qendre, ku është një investim jo thjesht në një godinë rezidenciale, por është një investim në dinjitetin dhe respektin që secili prej nesh duhet të kemi ndaj moshës së tretë e kryesisht gjysherëve tanë. Kam një falënderim të veçantë për gjithë stafin e kësaj qendre, sepse sa herë që vim këtu gjem një ngrohtësi, një shërbim dhe një përkujdesje të jashtëzakonshme në çdo cep të kësaj qendre, gjithashtu për bashkëpunimin mjaft të mirë të Këshillit të Qarkut dhe Bashkisë Valdez dhe kryetarit Shkreli për gatishmëri në bashkëpunime të tilla, sepse kjo është një qendër e dytë rezidenciale në Bashkinë e Valdezit, mbas asaj të vëllezërve Nën Tereza në Boshat, ku po kryejmë. Ky është një shërbim me infrastrukturë, ndërsa atje kemi kryer disa shërbime për sa i përket personelit dhe infrastrukturës materiale. Bashkëpunimi ndërinstitucional do vazhdojë edhe për qendrat e tjera rezidenciale, jo vetëm në Bashkinë e Valdezit, por edhe në bashkitë e tjera të Qarkut të Shkodrës. Duhet falenderoj kryetarin e Qarkut për bashkëpunimin. Ky nuk është bashkëpunimi vetëm që kena bë me kryetarin e Qarkut, kemi bërë disa investime tjera. Faktikisht Azilia ka pas shumë të nevojshme rekonstruksionin, sepse është në një gjendje jo të mirë, dhe dua të falenderoj për bashkëpunimin dhe për gatishmërinë, të cilin ne e kemi pas gjithmonë me kryetarin e Qarkut, dhe shpresojmë që t'ja u lehtësojmë jetën sa më shumë gjysherëve që kemi në këtë azil.